sa herë po tërket ati në zemrën tënde në këtë moment, në përmjet meja apo dikuj tjetër që mund ta bëjë, sepse nuk jemi të vetëm, që ti në këtë rast të hapësh zemrën, të ruash urdhrimet e tija që të japin jetën e përjetshme dhe të japin masandaj paqen që ke nevojë, forcën që ke nevojë, pastrimin. Përse thotë Davidi që e kam ruajtur fjalën tënde, kë fjalë po ruante atje në Psalmin 119. Ishte ligji, urdhrimet që ai po fliste, nuk kemi akoma një beslidhje të re. E kam ruajtur fjalën tënde që mos më katoj kundra teje, nuk e thoshte atit. Ta ruajmë urdhrimet e tija në qendër të zemrës tonë që të mos më katojmë kundra atit. Si mund ta bëjë një njeri i ri rrugën e tij të pastër? Vargu 43 në të njëjtën Psalm 119. Vetë duke ruajtur urdhrimet tënde. Nëse merr Psalmin 119, lutem atë lexoj një në jetën tënde. Është pak i gjatë, janë 176 vargje. Po është fjala e tij, është ligji i tij përsosur. Lexoj sa do mbushesh, sa gjëra ka atje, një ditë me hir natë do ta marr më vete, vetëm si mësim më vete dhe për ta marrë që nga fillimi deri në fund. I shkeli ligjin e urdhrimeve të përfituara nga porositë e njerëzve, nuk po flet për ligjin e atit, për të krijuar në vete nga një njeri, pra nga dy popull një, të njëjtën gjë që tha pak më përpara, duke bërë paqen për të pajtuar të dy me Elohim në një trup të vetën me anë të kryqit, mbasi vrau armiqsinë në vetvete, ka armiqsi. Kishte armiqsi në midis njerëzve, urrejtjen, muret, i shembi, murin e ndarjes. Nëse ti mendon që ligji i atit Mesia kryqëzoi, atëherë je në kundërshtim me vargjet e tjera që janë plot mbështetës, që janë kundras atij perceptimi që ti ke. Sipas teje ligji kryqëzuar në kryq. Po, doni çfarë thotë? Dashuria atë që ne të zbatojmë ligjin, urdhrimet e tija që nuk janë të rënda. Atëherë si vjen këto të dyja në harmoni? Nuk vjen, sepse nuk qëndron me ajo teologji, ajo perceptim, ajo filozofi, që është vetëm mendja tënde dhe time që mund të krijohet në ato mënyra. Kur ati thotë që dashuria e vërtetë ta tregojmë duke ecur në urdhrimet e tija, festat biblike, sabati i tij është një shenjë e përjetshme e popullit të tija, kurse ti thua tani jo, unë këto gjëra nuk i dua. Ti pse nuk i duam? Sepse ne nuk besojmë. Nuk besojmë tek ati i Izraelit, tek Mesia që u lind prej nënës së tij që ishte hebrej. Praktikoi festat e atit për 33 vjet, mbajti Pashkën biblike. Shikoj në Eksodi 12 si praktikohet Pashka. Dhe jo në çik bukë dhe në çik leng dhe mbarun çdo mëngjes drejke darkë. Ato janë mënyrat katolike. Merret buka pa maja dhe hahet. Majaja përcakton mëkatin, doktrinat falso që apostulli po na thotë të zbatojmë festën në para Korintasve 5. Të festojmë, të kremtojmë festën ke Pashkën dhe masandaj thotë kur të uleni në tryezë, duhet të dini që kush ishte shkaku që ju tani po praktikoni festat e atit, ishte Mesia thotë. Kur të merrni kupën e verës, kujtoni Mesian në këtë rast sepse gjaku i tij u derdh për beslidhjen e re. Beslidhjen e re. Që ati vendosi me ta, në atë beslidhje na bëri pjesën neve. Pasandaj do marrësh bukën, pa maja, do ta thyesh, do kujtosh, do dëshmosh në zemrën tënde, do kujtosh Mesian Jeshuan, që ai u thye në kryq që ti tani mund të merrje në këtë beslidhjen e premtimit, se më përpara ishim të huaj ndaj qytetarisë së Izraelit nga kjo beslidhje që ati kishte vendosur në ligjin e tij në Zanafillën 17. Dhe pasandaj më dërgon dikush, ja shikoj këtë personin në Tiranë, ai po bën studimin, ky pastor, ja shikoj të po bën studimin e Zanafillës. Kur ai person e ka anulluar atë Zanafillë, atë ligj, pse po e merr atë Zanafillën? E marrin sepse mos andaj do ta kthejmë në besim dhe të marrim çdo gjë marrim me besim. Çdo gjë i marrim me besim, vëlla motër, por nuk harrojmë urdhrimet e atit. Nuk marrim një kontekst të një libri që tashmë kanë hequr nga mësimet, nga miqësia e tyre.
Përse nuk kalojmë pak më përpara në kapitullin 2 të Zanafillës, që dekretovi sabatin e tij të përjetshëm. Dhe bekoj e veçoj atë ditë ati për bestlidhjen në këtë rast e përjetshme, shenjën e përjetshme, që është pjesë e urdhërimeve të tija, që sot duan të mbajnë mësimet katoliko-pagane, që u dhanë në 300, në 400, mbas ringjalljes së Mesias. I kam thënë, i kam shprehur hapurazi me evidenca, Këshilli i Licejsë, i Laodicejsë, që Konstantini e ndryshoi nga sabati, nga të shtunë e beri të dielën dhe vazhdon sot të gjitha denominacionet mbajnë ditën e diellit, sepse Konstantini ishte një adhurues i diellit, adhuronte diellin, dhe normal që ai do ta sjellte edhe çdo gjë për të përmbushur profecinë e Danielit 7:25, që thot fryma antikrist, antimesias, do vijë, thot, është në botë, tha, vetë Gjoni, Johanan Gjoni tha, që është në botë, tha, fryma antikrist, antimesias, është në botë, tha, ju e dini, thot. Megjithëse do vijë dikush që do ngrihet masandaj është biri pa besisë, thot, është njeriu i palishmërisë, palishmërisë. Thot, po tani do e dini, thot, dhe ajo profesinë e Danielit 7:25 që do anullonte ligjet dhe kohët e saktuara të Atit. Ajo që ndodhi, ndryshon fryma e antimesias. Ati thotë që është një shenjë e besëlidhjes përjetshme, është urdhrimet e mia janë të përjetshme, vjen fryma antikrishtit, këto gjëra janë hequr. Kjo është heresia më e madhe që ndodh sot në besimtarët. Di që shumë nuk janë dakord, por mendja mishore nuk do t'i nështrohet ligjit. Prandaj njerëzit sot ecin me mendje dhe ka shumë besimtarë që janë mishorë. Ne unë lutem Atit që të dalim dhe të përulim zemra dhe të rishikojmë ecjen tonë. Dhe shikojmë ecjen tonë çfarë po ndodh me neve si besimtarë në jetën time. Të gjithë neve kuptuam një ditë që këto gjëra janë praktika pagane. Të gjitha ato gjëra që përmenda pak më përpara janë festat e Balit, janë datat e Balit, të Demit, që ishte froni Satanit në zbulesa apo jo. Në zbulesa 2 e prekëm dije. Çfarë ndodhte, thot ti? Ke parë, thot, dhe i ke gjetur ke ata që thonë që janë apostull, për janë gënjeshtarë. Përse? Sepse nuk po ecin në urdhrimet e Atit. Ligji për 13 përcakton karakterin dhe ecjen e një profeti të vërtetë apo të rremë, një mësues të vërtetë apo të rremë. Aty e dallon. Dhe ose dallojmë gjithmonë, vargjet janë, shkrimja është, ligji i Atit flet dhe urdhrimet e tija flasin që ne të mirë pajisemi. Dhe ai gjithë shkrimi që thot apostulli është na është dhënë, nuk është hequr, është i dobishëm për bindje, për ndrejtje, për mësim, që njeriu Elohim të mirë pajiset për çdo vepër të mirë. Ne i kemi vargjet. E dyta Timoteut, e thot hapurazi, ne nuk duam t'i marrim. E di pse vëlla motër, sot është alarmante. Sepse sot neve nuk besojmë me shkrimin. Shkrimi nuk na bind me. Ti i thua një vëlla, një motër, çfarë thot shkrimi? Me njerë sillim filozofin personale. Përse? Ç'na duhet? Është shkruar, tha Mesia, që ne duhet të rrojmë nëpërmjet urdhrimeve të Atit. Ata që nuk jo i binden Mesias, nuk do marrin jetën e përjetshme, sepse është autori i besëlidhjes së re, së përjetshme për të gjithë ata që i binden. Hebrejnë 5, vargu 8. Për të gjithë ata që i binden, do marrin jetën e përjetshme kategoria e njerëzve që do t'i binden. Çfarë tha Mesia? Zbatoni urdhrimet e Atit tim. Sot po i zbaton besimtari? Po fillon ti mësoje të paktën? Fillon ti pranoje? Jo. Ti nuk po i bindesh Mesias atëherë. Ai tha që duhet të ndjekim Atin, sepse unë e ndoq Atin. Sepse çdo autoritet fuqi që më ka dhënë është prej Tij dhe po ja jap dhe juve. Më dëgjoni mua, se unë mora prej Atit. Çdo gjë që unë pas dhe shikoj prej Tij, mora prej Tij. Kur Mesia po na thonë në Mateu 4:4, që akoma nuk ka filluar shërbesa e Tij dhe po na tregon që si neve mund të rrëzojmë Satanin, si neve mund të prishim dhe të manipulojmë planet e Tij në jetën tonë duke ecur dhe duke jetuar me urdhrimet e Atit. Po na tregon rrugën, gjurmët e Tij, që neve të ndjekim, të bindemi, të dëgjojmë Mesian. Ne nuk e dëgjojmë Mesian. E di që dëgjojmë një Mesia katolikun ortodoksin që është dhënë në vitet 300-400. Ai miri, ai buti, ai qeti, ai nuk, ai që ka sytë e zjarit.
që nga goja e tij del një shpatë, që thot do godas me vdekje, thot të gjithë bijtë e Jezabelit dhe të gjitha kishat në zbulesa 2, të duken çike e frikshme vëlla motër, dhe mos u shqetëso për ju që jeni të rinj në besim. Fillo të zbatosh urdhrimet e Atit. Ati shikon zemrën, por po flasim për disa që kanë vite në besim dhe janë akoma të ngurtësuar nga mëkati. Vazhdojnë të qëndrojnë me mësime teorike e rreme, mësojnë, bëjnë shkolla teologjie, mësojnë, harxojnë kohë, harxojnë lekë, harxojnë rismburime në për vendet të në sinagogat e Satanit për të mësuar që Ati në këtë rast ka ndryshuar, ligji i tij nuk është më. Ky Mesia tonë që neve kemi krijuar këtu në këtë kryqin është ky. Vëlla motër, më lejo të them diçka dhe e kam thënë dhe më përpara. Shenja e kryqit nuk është e një besimtari, është shenja e vdekjes. Në kryq u poshtërua Mesia, në kryq u qortua në këtë rast dhe në kryq u vendos gjykimi i tij dhe përdorën romakët vendosën që na si shenjë e vdekjes, e poshtërimit, ishte vendosur nga paganët. Ti dhe unë kemi shenjën e menorës të Shandanit, që janë 7 frymrat e Atit, është jeta menora, është Mesia aty brenda që po ecën. Prandaj tha që unë në zbulesa 3, kur tha që unë mos vitet të heq, në zbulesa 2 më fal, të mos heq Shandanin, menorën, sepse kisha sot e ka hequr atë Shandan, tashme, se ka kryqin. Kryqi ka ardhur nga katolikët. Kryqi ka filluar që nga Egjipti, vëlla motër. Mund të inkurajoj që të mos e mbash në jetën tënde. Ne e dim që Mesia u kryqëzua në kryq, por nuk ngeli atje. Dhe në shenjën që neve kemi është e Shandanit, që është jetë, janë 7 frymrat e Atit, Isaia 11. Flet frymën e urtësisë, së fuqisë, së njohurisë, së frikës të Atit, frymën e njohjes. I kam thënë, i kam shprehur këto gjëra. Ky është rafinimi, kjo është dalje nga Babilonia, nga bisha e Romës. Dhe ai erdhi për të shpallur paqen juve që ishit largë. Kujt po i thoshte apostulli? Po i thoshte jo hebrejve, ju ishit largë, ishit të huaj ndaj beslidhjes. Dhe atyre që ishin afër. Erdhi për ata që ishin afër fillimisht, që ishte Izraeli, ne që ishim largë ishin kombet, jo hebrejtë, jo izraelitët. Dhe sepse përmes ti, përmes Mesias, tani e thotë që të dy të kemi hyrje tek Ati nëpërmjet një fryme të vetme. Se për shkak të tij fryma erdhi. Për shkak të tij fryma erdhi në zemrat tona. U hulosëm me frymën e shenjtë. Por për të mbushur me frymën e shenjtë është një tjetër proces. Një gotë që ti e ke në tavolinën tënde, ti e vulos atë gotë dhe i thua, kjo gotë është timja. I ve vulën. Por për të mbushur atë gotë me ujë ka procesin e vet. Ajo gota me ujë mund të mbushet shumë, mund të derdhet, mund ta derdhë të vinë dikush dhe ta derdh. Po vulosja nuk ka ikur, megjithëse gota u derdh, ti e ngren atë gotën dhe vazhdon ta mbushësh. Është detyra tënde dhe time. E të njëjtin gjë, fryma e shenjtë na vulosi neve në zemrat tona, pastaj mbushja na takon neve çdo ditë, shpenzimi i kohës me Atin, me shkrimin, urdhrimet, në adhurimin, në miqsinë, në punët e mira që neve bëjmë, ndarjen e lajmit të mirë, dëshminë që ne japim, lutja, të gjitha këto gjëra kanë rëndësinë e vet, që ne të mirëpajisemi. Por siç e kam thënë më përpara, vëlla motër, nuk vendoset lutja, algjërimi, çdo punë e mirë përpara zbatimit të urdhrimeve të Atit. Sepse zbatimi urdhrimeve të Atit merr prioritetin në jetën tënde dhe timen. Sepse mëkati është shkelja e urdhrimeve. Kur një person është në mëkat, çfarë ndodh? Po bën punë të mira, po lutet, lutja e tij dëgohet. Kur po ecim neve në rrugë të gabuar në paudhësi dhe kemi anulluar ligjin në zemrat tona, në mendjet tona, mos gjë ato gjërat e mira që neve po bëjmë në qëndrojnë në jetën tonë. Nuk merren parasysh, vëlla motër. Sepse Ati dëshiron zemrën që kjo bie, ky bir po qëndron në urdhrimet e mia, po i mëson. Nuk po ecën në paudhësi, është i drejtë përpara meje. Po ecën drejtësisht në atë mënyrën e tij të mundshme që ka, dhe Ati e di ku je ti dhe unë, vëlla motër. Atyre që janë
që kanë një njohuri më të madhe, ati kërkon më shumë. Ty që je në njohurinë tënde, lavdi atit, po të kërkon atë që të kërkon prej teje, po të rrit, po të pastron, po të forcon zemrën, po të ngushëllon, po të mëson urdhrimet e tia, në qoftë se neve lejojmë që kemi një zemër të përullur. Tërë konteksti ishte, tërë mësime që Mesia vazhdoi të predikonte, ishte adresimi i çështjes së zemrës nëpërmjet urdhrimeve të Ati. Që populli i Izraelit ishte drejtuar gabimisht nga krerët fetare, sepse kishin anulluar ligjin e Atit, fjalën e tij nëpërmjet traditave të tyre, që nuk janë në urdhrimet, që nuk janë në Bibël. Gjëra të tilla janë shtuar, janë hequr gjëra prej tyre sot e kësaj dite, por sa gjëra të shtuara dhe të hequra kemi nga krau tjetër për jo hebrejtë që thonë që unë besoj tek Mesia, ata kanë të njëjtën kontekst. Shumë prej tyre që besojnë tek Mesia dhe ecin në urdhrimet e Atit, gjende janë për të rafinuar siç neve jemi për të rafinuar. Por të thuash që ligji i tij është hequr dhe unë nuk dua t'ia di për karakterin e përsosur të Atit, ajo është heresia më e madhe. Unë lutem Atit që ti të pendohesh që sot dhe të mësosh urdhrimet e Atit, sepse do mbash përgjegjësi dhe përgjegjësia më e madhe masandaj është jeta e përjetshme.